Allahun azza wa jalla falenderojmë, salavatet dhe selamet i dërgoj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderojmë Allahun azza wa jalla që na e bëri të mundshme që të bohemi në këtë lokal në mes të çarshisë, vetëm me një qëllim, për ta falenderuar Allahun azza wa jall për ta mësu dinin dhe fenë e Zotit dhe për me kalu dhe thot një çast, një moment vllazëror në njëjën e fjalëve të Allahut azza wa jall dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atë që dua ta përmendi këtë mbrëmje si këshill s'para për vete, pastaj edhe për juve, është kontinuiteti në udhëzim në fe. Thotë që besimtari të jetë konstant, të ketë vazhdimsi në punë të hajrit dhe punë të mira, të jetë stabil, të jetë do të thotë një personalitet i cili ka rregulla dhe parime në jetën e vet, nga të cilat rregulla dhe parime dhe veprime që i vepron nuk kreteron aq lehtë. Besimtari ka mundësi me taktizu në ibadetën, në adhurimin, qëndrime, por jo dhe asnjëherë me leteru nga ata. Dhe kjo na e bën me dije rëndësinë e asaj që besimtari të fillon në fenë e vet, në mësimet e dinit, prej asaj që është e patjetërsueshme, në atë që është e rëndësishme, në atë që është e dobishme, deri në atë që është e vyshme. Të gjitha këto kategori janë të kategori globale që i përmendin në formë të përgjithshme, që i kanë si cila kategori detajet në vete. Por mesazhi në gjithë këtë është që robi fenë e vet ta merr hap pas hapi. Dinin e vet, mësimet në fe të merr hap pas hapi. Të ndërtuar mbi bazamentet fetare që burojnë nga Kurani, Suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ijtihadi i dietarëve. Mendimet e dietarëve të cilët mendime komentojnë, thjeshtësojnë dhe sqarojnë Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe na kemi nevojë që si besimtar, si musliman të formohemi të tillë, që të kemi do të thotë personalitet, ashtu siç ka dashur që të jetë një personalitet i një muslimani Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç ka qenë personaliteti e Abu Bekrit, Omerit radhiyallahu anhu, Uthmanit radhiyallahu anhu, Aliut radhiyallahu anhu, që do të thotë na të reflektojmë personalitet që është pozitiv, që është i formum dhe që është shembull dhe örnek për të gjithë. Ne nuk kemi qef që të kemi të ri dhe si besimtar të jemi të tillë që qëndrimet të ndryshojmë sikurse ndryshimi i kohës. Që në ditë ta praktikojmë një sunet e të nesërmën ta shohim atë sunet. E një ditë të dukemi kështu, e nesër të dukemi kështu. Pa më parasysh se dukja është pozitive apo negative, vetë ndryshimi i sjelljes prej në asaj pozitive në atë negative tregon në abilitetin e një besimtari. Na s'kemi qef që të kemi të rinj, të cilët një ditë e duan fenë e të nesërmën kanë mendim të mirë për fenë e pas nesërmën kanë dyshime në fenë. Kemi qef që i riu besimtar qëndrimet e veta të i merë si një burr i madh, që qëndrimet i bazon me një mur mbështetës të fortë. Sepse për të mbështet dikun duhet të kesh prapavi. E prapavia më e fortë një besimtarit është Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur besimtari veprimet dhe qëndrimet e veta i mbështet në Kur'an dhe Sunet, që është dituri bazike dhe burimore që rrjedh nga ana e Allahut azza wa jall, kur ai të mbështetet në ata, kur ai nuk thën kokën mbrapa që të shikon në veprimet e veta. Për dallim prej atij që në formë euforike i merr qëndrimet dhe veprimet e veta, padyshim se ai vazhdimisht jeton në një stres, në një frikë se vallë si është gjendja mbrapa. Nuk kemi qef na kështu të kemi të formuar rini që do të thotë kanë kësi personaliteti. Allahu azza wa jall nuk është e rastishme që besimtarët më të dallum në rruzëllin toksor, sahabët, kur dashti që të thret, të largon nga një e keqe, shfrytëzoi Allahu azza wa jall, thot etapa,
periudha kohore që kanë distanca njëra mes tjetrës për të ndalu atë veprim. Përmendi shembullin e alkoolit dhe secili këtë shembull ta krahason me gjitha shembujt tjerë, që ta kuptojmë se udhëzimin duhet ta bëjmë hap pas hapit mbështetur në argumente të forta të sheriatit, të dinit. Allahu Azza wa Jall kur dashti që sahabëve të ndalon alkoolin, ju tha: "Yes'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabirun wa manafi' wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima." I tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Allahu Azza wa Jall: "O Muhammed, të pyesin për alkoolin dhe bigjozin. Thuaj, jepi au përgjigjen atyve dhe bëva me dije se në alkool dhe në bigjoz ka në të ndalesa, ka mëkat të madh, u amenafi dhe ka edhe mirësi." Ndalemi shtash, a ka mirësi në alkool? Po, në atë ko ka pas mirësi në alkool. Qëti kurso shqiplerja me alkool, ndrimi mallave dhe kështu me radhë. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Shiqoni etapa e parë. Por se thot bëva me dije se e keqja në alkool është më e madhe se e mira. Në alkool ka më shumë keq se sa mirë. Dhe dini, sheriati fillon kështu etapën e parë për të ndaluar një mëkat, një gjuna, i cili është i rënjosur çka në moralin, në traditën, në sjelljen e mëkatëve, alkooli. Sepse e kishin përditshmëri. E konsumonin alkoolin sikurse që e konsumonin ujin. Dhe Allahu Azza wa Jall, krahas se në mesin e tyre kishte sahab që janë elit, apo elita e muslimanëve, elita e ummetit, shiqoni ju thot, etapa e parë thot në alkool, ka edhe të mira dhe të këqija, ama të këqijat janë më të mëdha se sa të mirat. Kur një pjesë e besimtarëve ndëgjon këtë ajet kuranor, me automatizëm i shmangët alkoolit dhe thonë, pasi që në këtë pije pas ka më shumë të këqija se sa të mira, do t'i largohemi dhe ju largun alkoolit. Ajeti i dytë, thot Allahu Azza wa Jall, pas një periudhe, pas një koha, kjo ta bën me dije se ti si dush me marr fejen, si dush me mësu, hap pas hapi, dhe e dyta, si dush me u drejtu tjetrit, të kesh parasysh gjendjen e tij, gjendjen e tij psikofizike, gjendjen e tij morale, gjendjen e tij tradicionale. Që ta kesh parasysh që kur t'ja thush fjalën se ka thonë Zoti, nuk duhesh të bësh ti shkaktar që ai ta shon fjalën e Zotit. Se përndryshe, nëse ai shon fjalën e Zotit si pasojë e mos kujdesit tënd, shkaku se ti nuk ke marr parasysh gjendjen e tij, në gjendjen e atij që e thret në fe, mëkatet i merr ti. Sepse ti e bë shkaktar që ai të merr guximin ta shon në fjalë të Zotit. Sepse po ta kishe gjetë formën e duhur, momentin e duhur, fjalën e duhur, momentin e duhur dhe sjelljen e duhur për personin e duhur, padyshim se do të kishte pas sukses. Shishoni Allahu Azza wa Jall se si e trajton një ndalesë me sahabët, me musliman. Ajeti i dytë pas një kohë thot Allahu Azza wa Jall: "Wala taqrabu as-salata ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara." Po to ju që keni besu, ju drejtohet muslimanëve. Thot mos ju afroni namazit duke qenë një të dehun, të pim. Kur jeni të dehun, të pim, mos ju afroni namazit. 5 kohët e namazit, të shpeshta. Dhe një pjesë së madhe të muslimanëve nuk ju mbeti zgjidhje tjetër përpas se t'i largohen alkoolit. Një pjesë tjetër filloi që ta konsumon alkoolin pas yatsie edhe pas namazit sabat, sepse ka një vakum kohor të gjanë të madh, ku do të lënë hapësirë që njeriu të kthehej pas konsumimit të alkoolit. Periudha e dytë, shiqoni si është, ju thot vetëm kot namazit mos pini alkool. Të dehen mos hajdeni në xhami. Kurse në deur ban marr, ban me pi. Po sahabët, a nuk e donin Zotin? A nuk ishin musliman? A se dishin çka do me thonë fjala e Zotit? Gjitha këto i dinin. Por Allahu Azza wa Jall
pati dhe mërë parasysh gjendjen e tyre, çka aktuale, tradicionale, morale. Që do të thotë faza, të andalon një ndalesë që do të mbetet e ndaluar deri në kiamet. Deri në kiamet. Dhe pas një periudhe pak më të gjatë dhe më të madhe, Allahu subhanahu wa taala zbret ajetin e tretë. Ajetin e tretë, shoni periudhë kohore, faza. Ajeti i parë, i dytë, i tretë, ku thot Allahu subhanahu wa taala: "Innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Thot o Muhammed, tregovu se me të vërtetë alkooli, bigjozi, kështu me radh, janë fllëtsina. Largoni tënve nëse doni me shpëtu. Alkoolin Allahu azza wa jall këto e radhiti me bigjozin, e radhiti me idhujt, me putat, wal azlamu wal ansab. Thot dhe e bëri me dije se është nga mëkatet e mëdha pasi që vjen me një rresht me idhujtarin. Dhe na e bëri me dije se alkooli është shkaktare për humbjen e mendjes dhe logjikës së shëndosh, dhe që besimtari ka mundësi me shtime me bëjë dhe gabime që arrin deri në kufër. Tha largoni tënve nëse doni që të shpëtoni. Nëse doni që të shpëtoni nga devijimi, nga të këqijat, nga harami, nga pasojat të cilat janë fatale, të hatashme dhe shumë të rrezikshme për një besimtar. Na e ban me dije Allahu azza wa jall se për çdo të mirë nevojitet e hapësirë dhe kohë, nevojitet bindje e fortë dhe e thellë, që besimtari ato njëri që i ka përfitu, thot me bindje të thellë ti implementon në jetën e ti të përditshme. Për këtë shkak kur zbret kjo ajet kuranor, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, siç transmetohet në shumë hadithe, se sokakët e Medinës apo nëpër sokakët e Medinës, çka rrjedhin lumej nga alkoholi dhe vera. Nuk pat nevojë me dhunë me shku mua marr alkoolin dhe mua der. Nuk pat nevojë me dërgu polici. E as me pru ligje për të ndalu këtë. E as me va imponu, e as ushtri. Për çka vetëm kur e ndëgjun ata se Allahu e ka ndalu një gjë të tillë, konsumimin e alkoolit, gjithë vullnetarisht morën burret e mëdha të alkoolit dhe i derdhën në sokakët e Medinës, derisa në sokaqet e Medinës çka rrethke apo rrithshin lumej nga alkoholi. Nga alkoholi. Dhe kjo është ajo bindja që besimtari kur të bindet në një gjë, ai më nuk kthehet në atë asnjëherë. Saqë më sahabët nuk kanë konsumuar më asnjëherë çka alkoholi. Dhe s'ka pas më nevojë që ndonjë ligj të sillet tjetër apo përcjellje të ketë që më ndalu njerëzve në një gjë të tillë. Pra në njerëzve para se t'u them shishet apo para se t'u them shishet e alkoolit, duhet t'u them në zemër harami. Duhet t'i bindim se çfarë dëmi ka një haram. Duhet t'i bindim se çfarë shpërblimi ka largimi nga harami. Duhet t'i bindim se dashuria më e madhe që duhet ta ketë një njeri është dashuria ndaj Allahut azza wa jall. Dhe kur një njeri ta bindi se ai duhet ta dojë më së shumti para gjithë çkahit, para vetvetes bila Allahun azza wa jall. E pastaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çfarë do që ti thuash se Allahu e don një vepër, ai e vepron me automatizëm. Çfarë do që ti thuash se një vepër është sunet, të cilin sunet e ka dash Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe ky do ta dojë atë sunet. Por fatkeqësia ku është se na para se t'i bindim zemrat mundohemi çka të praktikojmë dhe të zbatojmë gjëra do të cilat ndoshta apo nga të cilat gjëra ndoshta pak më vonë bëhemi me automatizëm edhe pishman. Dhe kjo është mesazhi i rëndësishëm që duhet ta ketë parasysh çdo musliman, që ai veprimet e tija, hapat e tija, ndalesat e tija, urdhnesat e tija t'i ban para prakisht të studiume. Dhe ai do të kujdesshëm skajshmërisht se çfarë flet, ku flet dhe si e flet.
që ai të tregohet personalitet stabil, i ndërgjegjshëm dhe i cili ka do të thotë personalitetin e vet të fortë që ai kur flet gjithë ndalen dhe ndëgjojnë. A keni vërejt një gjë të tillë për njerëzit që flasin me vend. Zakonisht nuk flasin çdo sent dhe çdo kund, por kur ata marrin fjalën, askush pa thon shuj ndalo e ndëgjojnë atë. Pse? Sepse e din që ky person flet me kujdes jashtëzakonisht të madh. Dhe fjalët i ka zakonisht të qëllume, e me vend, e me pesh, e dobishme. Për dallim prej atij që bërblon pa ndal, që flet pa kujdes, do të thotë ai pa marr parasysh se a flet apo hesht, muhabeti është i njëjtë në atë dhomë, në atë mexhlis. Dhe kështu na e bën me dije për persona të cilët flasin fjalë të mëdha e të nesërmen i kundërshtojnë. Flasin fjalë të mëdha e të nesërmen i mohojnë. Flasin fjalë të mira për tjetrin e të nesërmen e vepron të kundërtën. E vepron një vepër një kohë të caktuar e mas një kohë thot i shakon i ri. Feja, Islami, imani është edhe për të rinun edhe për plakun. Dhe gjithë duhet të jenë praktikues. Dhe askush nuk guxon të bëhet pishman nga të mirat që i ka bë, sepse në këtë formë i ka djeg të mirat e veta. I ka djeg ibadetet dhe adhurimet e veta. Dhe kjo tregon jo seriozitetin e tij në jetën e tij fetare, shoqërore, edukative, arsimore, në gjitha sferat. Ai tregon se është person labil, i cili nuk ka qëndrime të shëndosha nga të cilat rretëron, do thotë për një frymëmarrje më të vogël, për një dridhje më të vogël, ai është ndryshe nga ajo që ka qenë. Neve nuk duhet të na shtin rrethonat, ndryshimet, qofshin ato klimatike, qofshin ato politike, qofshin ato ekonomike, që na të ndryshojmë pamjen tonë, që na të ndryshojmë imanin tonë, që na të ndryshojmë fjalët e tona, që na t'i lëm dhe t'i praktikojmë veprat e tona, asnjëherë. Dhe këtë po i tham shkaku se jeta në kohëve të fundit është dinamike, ndryshimet në botë po ndodhin për një mbrëmje, me një klik ndryshon një botkuptim të rëndësishëm për një mbrëmje, me një klik. Sot një gjë është vlerë, me një klik që e klikon dikush, nesër është antivlerë, po mirë, t'ja ki mereteru nga vlera jote, pse dikuj t'ju kam tek me kliku diçka, e me bo kampanjë kundra asaj vlere, jo vallahi. Asnjëherë, sepse ti asaj që i ke thonë vlerë, dhe ke vlerësu si pozitive të mirë, e ke praktiku dhe ke reflektu atë vlerën me veprimet e tuja, asnjëherë nuk dush reteru nga ajo. Po thu, kjo është vlerë, kjo është e mirë, me këta argumente dhe unë nuk reteroj nga këta asnjëherë. Asnjëherë. A ndodhin gjëra të tilla fatkeqësisht ndodhin. Një ndryshim, një fjalë, një aksion, një asin, një kësi që ndodh, po zbrazen xhamit nga namazi. A do të thotë se pse dikujt i është mtek me thonë një fjalë për Islamin, do t'i boshadisim xhamit e tona? Asnjëherë, bile do t'i mbushim më tepër sepse kjo tregon se Islami është feja e drejtë, e cila drejtësi dikujt nuk i pëlqen. A e dini ju shembullin e plakut i cili ka pyet të riun, edhe unë ju pyes juve. Pse një pemë gjuhet me gur e tjetra nuk gjuhet me gur? Dhe është të thonë që kjo pema e cila nuk gjuhet me gur është e mirë, e kjo që gjuhet është e keqe. Si va merë mendja juve. Na kemi drunin, kemi boshtin, kemi pemën, që e kajemi për shembull lip. A keni pa dikush lipën ta gjuje me gur? Apo bagremin ta gjuje me gur? Jo, askush se gjun. Dhe ai që e gjun, na e vesmi pse mos kam bet papuçi atje natë. Por a keni pa se sa njerëz arën e gjujnë me gur, e me thupra, me asje, me kësi?
A është e keqe ara? Jo, ara është e mirë. E vyshme, dobishme dhe shumë pemë tjera, por e gjujnë me gurë se ka frutën e te. Se ka frutën e te. Sepse nga jarë përfitojnë njerëzit. Sepse pema e cila ka frute gjuhet me gurë. Dhe Islami sulmohet nga njerëzit tjerë, jo sa është e keqe, po sepse dikujt i pengon. Sepse drita, nuri i Islamit dhe imanit dikujt i pengon dhe ja zën rrugën. Por nuk do të thotë kjo që Islami është fe e padrejtisë dhe sikurse dikush mundohet që ta etiketon. Na ta kemi parasysh thonjën e Sufjanit radiallahu anhu, i cili erdhe e pyeti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe i tha, si djali i ri, kështu si jo. Tha Rasulullah, mësom diçka për Islamin, për fen, që më mas kësaj s'kam nevojë kërkan me pyet për asgjë. Ku i kish shkut mendja me ma bo që këtë pyetje? Mi këshirë këto 15 pyetje dhe një 100 që i keni bo hazër, asnjona nuk është kështu, ha? Me thonë o hoq, kallëzom diçka që kur të ma mësësh këtë mësim, s'kam nevojë më asnjë hoq tjetër me vetë për kur gjon. Këshirë njësa i menqëm, ha? Këshirë një qëfar pyetje të madhe. I thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Kul amantu billah, thumma istaqim." Tha, thua jo Sufjan, besova në Allah, e pastaj, qka? Thumma istaqim, pastaj përqëndron këtë laf. Rikarshi lafit tënd. Jo një ditë musliman, një ditë kristian. Jo një ditë i udhëzum, një ditë i pik. Një ditë i drejt, një ditë i pa drejt. Sikur havaja mu bo, ja? Kur tu isha amantu billah, kam besu në Allah, resi musliman, që dhe thonë me stekim, tha edhe shtaj ri drejt, ri ka shi lafit tënd. I stekam është mu që në kom, tak që shto. Mirë në menit, në kom. E dhëtë, kur tu ishu një musliman, i ri ka shi lafit tënd. Unë jam që ke. I më shon gjiksit. I më shon gjiksit, jo me lafe. Me vejpër, me lafe, me qëndrime, me ullje, në punë. Ku do që t'jesht i tregon se je musliman? Në pazar, në qarshi, tregon je musliman. Në të mire, në të keqet, ti tregon se je musliman. Pse ki thona amantu billah, ki bu kontrat me Zot? Ki thonë Allah, ta jep fjallën se jam musliman. Tha Sufjani, Allah razos. Allah e gjasht. Allah është për lef, shkoj. Po ka dhe këtë në gjuhën tonë, se në që në me ka thonë, Allah razos. Edhe shkoj Sufjani, se vazhdoj muhabetin. E morë vesh mesazhin. A e morët vesh mesazhin? Thuajni, amantu billah, kemi besu në Allah, edhe rini si musliman. Falni si musliman. Punoni si musliman. Rini si musliman. Mendo si musliman. Mos haro se si musliman, kur të tham, në gjitha veprat dush me mendu si musliman. Ta ka bo njërin të keqet i musja kthe, si ta mërmendja te. Po jo qele qitapin, Islami që shtoj ka me akthiju në këti. Vëllë, Islami theko dash ka me afal. Musliman që dush me afal. A mu nja maj madh, ma bokser, maj fort. Ja, vëllë, qitapi thot dush me afal. Miru, kry. E gjejta një pare në rrug. Shumë pare një kulit e madhe, qka me bo? Këshire qitapi, qka thot? Qitapi theka, po ketu dash ka me adhon pronarit vetë. Këshire atija e ka letër njoftimin, a e ka adresën, po, bisminat të shpia vetë tja që është. Kështu musliman është. Shkon shkollë, qka u da shka me bo? Qka thot qitapi për arsimtarin? Për profesorin, qka thot qitapi për librin? Për fletoren, a du shmerujt, a s'du shmerujt? Për lapsi ki me dhon llogarit që argjon palidhe të bo rumullak ati se s'ki nerva me dëgju profesorin. A t'ka shku ndërmend për këtë musliman që me mendun. Arsim të profesori fal atje, e ti ta kaloj shkon ban vija ti palidhe diçka. Ban mohabet me tjetrin. Ke mundësi me moni një ori shumë të madhe. Dhe kështu me radhë, ama se ki marë. Nëse unë parashtroj pyetjen son të këto, çka është gravitacioni, kini muhabit edhe jo edhe une që ka me dalë rezultati. Gjim sa kina me ngel. Pse s'mendojmë musliman që na. Kër e kimi librin, mësimin, mendojmë veç me kalun. E se mendojmë se ai mësim, ai dobi,
Ajo njohuri ka mundësi me na shërbi para Allahut si vepër e mirë dhe e vyshme para Allahut Azza wa Jall. O vëllezër, jeni të ri dhe filloni prej shtash me pas kujdes se si e formoni vetveten tuaj. Se çfarë parametra ti ki njëtën tënde. Si e vlerëson të mirën dhe të keqen, të drejtën e të shtremtën. Çfarë kriteri ki me zgjedh shokun tënd? Çfarë kushte ki ti me bon një njeri shok? Si e ban ti një shokin tënd shok? Pse ki bo? Si e ki bo? Si erdhët ju këto? Pse erdhët këto? Pyetje që du të parashru vetvetes. Në gjitha këto pyetje i zom në zgjon, po nëse na ndalmi dhe anketojmë njëri tjetrin, se na si musliman, a jemi të mendu në gjdo send si musliman, do të befasomi me shumë përgjigje, që janë do të hatashme dhe fatale. Nëse një musliman del nga shtëpia e vet dhe nuk ka bo një jetë prej derës së shtëpisë, me fitu shpërblim për me dalë me shku me ngu ders, ai s'ka mendu musliman që. E qëndrimin që e ka këto, se ka bo një jetë, që çdo llaf që ka me thonë hoxha, ka me ngu me vëmendje, sepse ka mundësi çaj njori, çaj llaf, mu me mbu ma musliman, ma të mirë, ma burr, ma domaçin, ma punëtor, ma student, ma tregtar, ka me ngu, sepse e konsideroj ibadet qëndrimin tem me ata. Mu gjithë më tha 8 më ardhën, lajmërimi është bo pin 8, erdhan 7:30, sepse konsideroj se është ibadet në deja me juve. Du gjysati ma shumë ibadet me bo. Ndoshta në 8:30 pëthoni o gjo ballet se shpia. Ko e di une? Ama, kur ta mendesh musliman që thu, ka dale me shku në 7, ndoshta s'ka kur kush. Po në 7:30, du të me konë dikush. E shka i ri me vlazni. A ke bo njetë kështu? A ki mendu kështu? Kjo është që muslimani veprimet e veta ti ketë studiume, të analizume mirë, që t'jetë stabil, personaliteti i fort, që ai di me donë gjevap në çdo pyetje. Kur ta vetish pse falësh ti, thu se është obligimi jem ndaj Zotit. Sepse ai më ka kriju, e më ka dhënë të mira, e duhet mi bë sejdë me thon ty të falenderoj Zot për gjitha këto të mira. Kur ti thush pse beti nuk vjedhe, sepse e vjedhja ndaluar është prej Zotit, dhe është pa drejtësi ndaj atij që e ka fituar mallin e vet. Është marrja e mallit të huaj pa drejtën e pronarit. Përgjigjim, se beti sec me femra, unë nuk heci me femra, jo që jam i keq, e jam shapshall e s'duk në i heshëm, edhe unë e kam gjedh dhe parfem, ama seci me femra, shkaku se kjo vepër konsiderohet haram, dhe është në përkambje nderit të huj, e unë s'kam qef t'jem kësi persone, sepse Zoti ma ka ndalu mu, me a marë nderin të tërkujt në përkambë, përse unë pres momentin e dur, partnerin e dur, ta gjojnë në formën e dur, që me martesën time, që t'i knaqë Rabbul Alemini, e unë me atë martesë, me të cilën martesë është t'i knaqë Rabbul Alemini, planifikoj që të krijoj familje, të kem pasardhës të mirë, të cilët kanë mi shërbi fesë dhe dinit. A ki mendu kështu dhe njerë? Edhe një rast dhe e përmbyllë ligjëratën, po a tregoj rastin e Nu'manit. Kush është Nu'mani? Një djalosh i ri, i bukur, i pasha, del një dit me hecë në për ara. Apo s'ka pas plështat për para me dal, ka pak atje me këshin gjathën të majtë. Te arat ka shku gjemë të ri, me punu diqka. Dhe rrugës, Nu'mani e gjon një mollë të mirë, të heshme, e merë mollën, bismillah të trank e kaqë. Maj si e kaqë i mollën, ju kujtu unë, këshire me mendu muslimon që është taj. Qka do me thonë? Me konë personaliteti fort, i drejt, dhe pasojat e asaj. Trak e ka që mollën e hangër i erdhë mirë, edhe ju kujtu, tha, ka dane, kjo mollë ka pronarin e vetë. Kjo arë nuk është e emja. Qyshën mora mollën e huj, e hangra pa lejnë e pronarit. E mor mollën edhe hecaj, tak, deri sa e gjetë drunin, i cili drun, i cila pemi ka të njëjtat molla, sikur se ki atë mollën që ka fshej pak më herët. E gjeti pronarin e vet, kur po del një burr pak më i moshum. I thot, o miq, isha duke ecë rrugës, isha i etshëm, e pash një mollë,
mu duke mirë dhe e lezeshme e hangra pak. Pa lejnë tënde. E unë ku marrë me të kërku ty halallëk, që të ma bëjsh halal, pse? Sepse s'du, tha me pas në barkin tem, kur gjo haram. A ki me ndu ti dhe njerë se në barkin tënd ashtin haram? Hoxhu nëse kum vedh valla shok jeme vedhe. Po haram është edhe ajo. Unë s'vedhi me laq, aj vedhi në anë bashk. Po të ditë haramin i tonë. Apo? A ki me ndu kështu njerë se s'ban? E gjejta valla rrugës. Se vedha, se mora, kish lonë, kish haruaj mazdere, pove, me e pas shu e kish marë, e ka haruaj, se ka lonë ti me ta marë sta është, ta që i shpitonë. Edhe i tha, po kërkoj prej tejet, ma bëjsh halal. Aj, plaki, doshti me dit, ki djallja një mosh musliman, apo është dhe një glup, dhe një kloshare ka u pudhën. Kështu aj? I tha, po tha, me një kusht, ta bëj halal. Tha, qëfar kushti, tha është? Tha, kushti e më shumë i randë. Për që tha, me ndohë mirë, a i donë kushtin, a se donë kushtin? Jo, tha, une jam këmgullës dhe i bindëshëm që me pranu kushtin tënë, veç halal të ma bëjsh. A ki shkuti dikuj me lip halallëk, për padrejtësin që ja ki bo dhe një qtash? Të vallaj, s'muj se a i mdi mu, gentleman, fare, sene, kur ta mareve se gumën për me fshi laps, ja kum vedh, s'ka lidhe, pa lidhe, shumë i keq dhe dan, apo? Kur ta marre vesht, se ja kum vedh kreditin e kujt diçka shumë keq, ja, shko thuj halallëk bama. Bama halal, gabova, kry. Ma mirë në dunjo se në ahiret me ti marrë të mirat. Edhe, kushti e më shtot ke? Unë e kam thot një evlat, i cili është pa sy, pa goj, pa kom, pa dur, është vetëm trup. E ruj që 20 vet. Jam të ruj trup. Tha, ta bëj halal me një kusht, ta marrësh këtë trupin, ta rujsh ti deri sa të vdese. Se jam loth, tha ma, që 20 vjet jam të rujt, më ka arë për mi krye. S'muj, tha ma. Tha, o kry, tha, e pranoj kushti. Ama tha, jo ta mitish ta rujsh. Tha, e ruj, tha, sikur që e ruj vetë vete. Deri sa tjeton në kam e rujt trupin. Kush kish pranu sot? Me ta dhon një krah drun të shtëpia dikush, trup. Merë thot rujt që këto, deri sa t'jesh gjallti. Drum me konë, një ditë me të padrun, kina me shti, kina me djek. Hajtë s'na shë. Edhe, në omani, Allahu e më shiroft, e pranon kushtin. I rond, jasë zakonisht. Botë që nuk e din, qka që ishtë tek. A di shka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton në gjuhën e sodit, me ndru pampersa, me vnu pampersa, sa e ndikep është. Mi dhonë më ongër me lugë, me qitë najrë, në dritë dë njerë. Këtë këto dush me marë parasysh, jo vetëm trup me marë me gjyqa ti, dush me rujt, me abo kajdet. Thot, u kry, thot, ku është trupi? Thot, trupi jo, qati, të qe dera. Të qe shpia, shkojnë mrena. Shkon ki të shpia, tre ke qel derën, një qik dhe, lem qel ki derën. Thot, o miq, thot, tim qove, ama ati gabim hina une, mëson e shpi tjetër. Jo thot, të qe dera, që është tinsh. Ku shkon e qena derë, trak, a peta e qika hesh me lepoticë. Si ma mira ja. Thot, hajdim, aj mas plake. Thot, ku është, që kjo është e trupi? Po ti tha, më thove mu trupi, ja, tha. Kjo tha është qik që kur s'ka kshir haram, kur s'ka prek haram, kur s'ka ecë në haram. Thot, e bone ka bun, të kofë për hajrë, pisot të gruja jote. A dini kush lind për që këti djali 3 dhe piksoj vajzës bukuroshe? Kush lind? Ebu Hanifi, Allah e më shiraft. Lind një djetari madh, nga i cili djetar 1/3 e dunjos e ka mësu fejn, e merë fejn. Sot e sot, shembo nëse ka 1 miliard musliman, apo 300.000 e tej për musliman marin fejn e mësojnë për Ebu Hanifës. Që sa shekuj? Që 13 shekuj. Që 13 shekuj, që 1300 vjet. Ky njeri, ky djalosh, i cili e ka bab Noman, se ka emrin e Ebu Hanifa, Noman ibn Thabit. Se babet e ka pas ibn Thabit, e ki ka pas Noman, e unë do thot e huqa radhitën e emrit, por do thot ki
Thabiti, baba i vet, ishte ki djalë, ki burr, që u martu me këtë vajzë, e nga këta ditëri lindi Ebu Hanifi, Allah më shërof, që është dietar, thot që mbetet dietar deri në kiamet. Deri në kiamet. Pse vetëm për një veprim musliman, që për një mollë, që ka mendu si musliman, këshira Allahun ku ja kthej hajrin, ku ja kthej dobin. Mos thuj kur gjo nuk është mollë. Mos thuj habe kjo kur gjo. Mos thuj haramit kur, abe haram i vogël, haram i madh. A ki pa do xhamatli vin vesën, nuk thënë o gja është haram, a është halal. Thotë o gja është haram i vogël, a haram i madh. Ti thu valla kjo është gjëna i vogël. Super, faleminderit. Shkova. Shkova kjo. A haron se kodrat e mdhaja që së një maje kërkush janë të formu me pigurzive të vogli? A kini pa kodrë kitë një me konën? Po jo, pjesë, gurzi është aja. Edhe gjënahat që bonë si kodra, bonë për gjënajve të vogla. Një aram të vogël sot, një aram të vogël nesër, një aram të vogël mas nesër, këta e bin një aram të mas. E kur bonë shumë harame, kur ta muja harame, fundi në gjehena. Nësë Allahu Azza wa Jall që të arruj dinin, imanin, islamin, që të banë musliman të formu, ashtu si është i kënaqur Allahu Azza wa Jall, walhamdulillahi rabbil alamin. Nëse keni ndaj pyetje. Selam aleikum, hoxha, që me këto 15 pyetje, domethënë që kanë përgatitur aktivistat e iniciativës, pastaj kur të kryjmë këto edhe tjerë që s'kam pa pyetje mund me parashtru. Hoxha, këtu e kena një pyetje. A pranohet namazi nëse lidhesh pas një fasiku i cili është i njohur për gjunajin e tij? Besimi i Ehli Sunnetit është se namazi pranohet mas fasikut dhe gjunaqarit dhe bidatxhiu. Dhe dalja nga namazi shkaku se imami është ndoshta gjunaqar apo ndoshta ka ndonjë bidat, është bidat dhe pa lejueshme. Në historinë e muslimanëve, sot nuk transmetohet se imamat e Ehli Sunnetit nuk janë lidh mas imamave që ndoshta edhe kanë pas ndonjë bidat pak më të madh apo ndonjë gjuna më të madh. Kështu që mbetet si rregull se lejohet falja mas një gjunaqarit, do thot i cili gjunaqar pa më parasysh ai ka gjunat pak më të mëdha apo më të vogla, wallahu a'lam. Jam në operacion dhe në atë moment është koha namazit dhe nuk mund të bie në vete. Disa orë kur mundem të fal namazin që isha gjatë operacionit. Si mas qarë edhe një nëse ka jam në operacion dhe në atë moment është koha namazit. Do të thonë kur të vim vete, kur mundem të fal atë namaz. Në rast se personi është do të thotë duke hinë në operim, sikurse në ora 12, kështu praktikisht. Në ora 12 tretezoni i drekës, edhe ati termini për operimi është caktuar në ora 12. Keni parasysh një send. Se kur robi e ka gajle për namazin, Allah ja qel dyrt, ja mundson. Se ti nuk është të thonë se në 12 ki me hinë thikë më njerë. Po ti para 12-ve, merr abdes banu gati, e para se me qëtin salata, 12 të thret e zone, falja fardën shpejt e shpejt, edhe qka? Hinë në operim, atë nuk shtin thik 12.00, zakonisht 12.30, 12.15, kur 12.00 ata nuk ma, o bot 12 tank vërët me të prej, ja, s'ka ashtu. Ati ka procedur, të merë motra medicinale, do të përgadit, e të qojnë atjet të japin anestezion, e të pritin dhe të hupi shmendjen e kështu më radhë. Tu bo këto procedura, ke hapësirë me falë. Po mirë, kur dola, dhe të thotë, kur erdha në vetdije, ishte ora 7, ka shku i kindia, ka shku akshami, ka shku i acia. 7 kina me bëgje, efendi. Se ne fali jerë mëne, as me një jetë s'falet namazin. Në këtë rast banë kështo. Atër kur qohësh, nëse mundesh me lëviz me marë abdes, qohësh me rabdes. Nëse nuk mundesh me lëviz me marë abdes, i thu dikuj që ka mundësi me të ndimu. Nëse s'ka kush nuk ndimon, bismillah i mshon qarshafit, tak, apo? A i mshove qarshafit. Pse i mshove qarshafit? Te i mund me marë.
se murin e ki larg. Ama te imumi ku mirët më plun në dhej, po çarşafi ka plun. Apo i mshon çarşafit, bismillah ban, ja mshon e fërkon fytyrën, e durt, edhe ja fillon namazet. Kur e fillon namazet, fillon e fal namazin e ikindijës, vetëm farz. E fal namazin e akşamit, e fal namazin e yatsis. Edhe u kri. Kiblën, nëse prap kthehemi te mesjera, nëse ka kush kthen ka kibla, mirë. Nëse s'ka, se shtash ato do të thotë krevetet janë me rrota, kthehen, nuk janë si përpara. Shtash kthehen gjatë të majt. Nëse mundesh mi thon dikujt ka mundsi pak më gjatë, më të majt. Nëse e din ti ka është kibla. Do të janë meselet shumë të fetare që me pas parasysh. Nëse e din ti ka është kibla mirë, se e din dush me vet dikan. Po s'ka kush të kallzon, falësh kat mush. Ama sebeba dush mi marr me diti si musliman se komentar nesër rasti mu operu për i diçkaj, ti s'din çka me bëj si musliman. Çka ndodh? Hajt se bolnica, s'po falen janë javë. E i mledhin kazan e i bëj kazan, masani. Ja, nuk shka kështu. Kazaja, pëtën, një javë. Ku shkruan kjo? Në këtë rast, të dush me vepru kështu. Mi mësu këto mesele, edhe do të të me e fal. I kindin, akshomin, i atësien. Do të nëse mundësh, do të të me gjithë kiblën mirë, së mundësh falësh katë mush, mundësh me lëviz, së mundësh, i fal me isharet. Me isharet. Sepse pejgamberi sallallahu i tha sahabijut, nëse s'mundesh ta kon, falësh ult. Nëse nuk mundesh ult, falësh shtrinjt. Nëse nuk mundesh shtrinjt, falësh në kratha. Kryesorja, nëse mund, do thotë me rëndësi është besimtari namazin, me u mundu deri në maksimum me fal si duhet, aty ku nuk mundet ka lehtësime, do thotë nga Rabbul Alemini, ama ajo që është me rëndësi, derisa të punon pulsi pak, namazin zguzon me la. Derisa të lëviz një damar që themi të na shkopjanqe, namazis lijet. Zguzon. Namazin dush me fal deri në momentin e fundit që ti si musliman ki me tu nën këtë qenë. Wallahu ala. Për në. Pyetja rallës thot, çdo të thotë të jesh mesatar në fe. Mesatar në fe është që fejnë me marë prej Kuranit dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me mësu Kuranin prej sunetit dhe pejgamberit, prej Kuranit dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mesataria nuk është sikur se qefit dikujt. Nuk është mesatari me thonën ki nuk falet hiç, ki i fal 5 vakt, kjo është ekstrem, ki ekstrem. Unë kam e fal 1 vakt, sonë mesatarja. Kjo nuk ka mesatari. Kjo është domethënë ignorancë. Mesatari është që ti jesh praktikues i fesë dhe dinit sipas Kuranit dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ç'kjo është mesataria? Pyetja radhës sot. Nuk mundin me ditë përveç se Allah subhanahu wa taala thuhet se kiameti në akşam do të bëhet. Por siç dihet një pjesë e tokës është në mëngjes dhe një pjesë mbrëmje. Çfarë do të na thoni rreth kësaj? Nuk ka hadith që thotë se kiameti ka më bo në kohë të akşamit. Nuk ka argument se do të jetë në atë kohë. Dhe thotë kështu që si mendim është mendim i pabazuar në hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pyetja radhës. Jam në shkollë, mirë po nuk më lëshojnë për ta fal namazin e xumas në xhami. Por edhe në shkollë nuk më lejojnë ta fali, edhe si ta baj për me fal namazin e xumas, a mundem me ik nga ora mësimi? Jemi me një kohë, me një shekull ku jetojmë që do të thotë askush nuk bën problem për faljen e namazit të xumas. Fatkeqësia ku është? Fatkeqësia është se kur një nxënës, një student, do të thotë hik për mongër sandviç, hik për mos mu notu, hik për femrin e vet, hik për atë, hik për këtë, që kur vjen xhumoj thotë edhe për xhumoj shtaj, s'ka me shku thotë profesori. Si ka orë çto? Ama kur është nxënësi, studenti, shembullor i sjellshëm, i moralshëm, i ndershëm, i zgjedhshëm mësime, as pak nuk e problematizon askush daljen e tij për namaz të xhumos. Kështu që do të thotë na 90% jemi fajtor vet, shkaku se nuk jemi shembull i mirë si musliman, edhe vjen puna që profesori
do të me ndalu nxënësin që të mos del për gjumë shkaku sa i mendon se ka me shku apet për ndonjë dallavere tjetër, si zakonisht. Sa i del vetëm për dallavere pi orës. E shtash ditën e xumës, thot edhe një alibi 3 ka qitë xumës, shtaj, do të nuk ka me shku te hoxha, po ka me shku në pllashtat dikon thot. Ma mirë në klasë s'ka kur gjë për ti. Ti nuk je i xumës. Nuk je ti thot as si xhamis as si kishës, kimet kërkon. Edhe nuk lëshon normal. Dhe shumicën e rasteve na jemi fajtor. Na me një numër të madh të profesorëve që bisedojmë dhe që jemi në kontakte me ata, janë burra të mirë të cilët thonë se as kënd se pengojmë për dalje në kohë të xumës. As kujt, sepse edhe shumica vetë falin xumën. Kështu mbetet në këtë rast përgjegjësia e personit se pse ajo është bërë shkaktar që askush mos t'i beson se ai del prej klasës për ta fal xumën. Faji kthej te personi e jo te shkolla dhe profesorët. Wallahu a'lam. Si të bëj akordimin midis hadithit që thot kur të vi dikush që pëlqeni për nga feja dhe morali, atëherë martoni atë. Dhe asaj që pas namazit të istjarës nuk dje miraçe. Kur personi do thot fal namaz istihare, do thot për me marr një vendim për të martuar me ndonjë vajzë apo vajza për të martuar me ndonjë djalë, në këtë rast thot përsërit istihare. Përsërit një herë, 2 herë, 3 herë, konsultohet me njerëz të cilët e njohin personin tjetër apo personen tjetër në fjalë, mbas konsultimeve dhe istihares mirët vendimi. Mirët vendimi. Sepse ndoshta ka mundsi vajza me qenë fetare, me qenë e bukur, e mirë, ama mos me qenë për ti e hajrit. Dhe Allahu ta mundson që ti mas istihares të kesh mendim negativ ndaj saj. Jo se ajo nuk është fetare, jo se ajo nuk është e bukur, por thjesht nuk është e përshtatshme për ti, dhe është ma hajrit, mu largu me i thonë, jo, në këtë rast. Ama jo me i thonë, I'm breaking to you. Sikur se të rritë. Fali istihare, që me thonë, në jam të të lonti, ja. Kjo është dhe me thonë, kur na i marmi punt muslimanqe. Apo? E ke jam pa familje me familje, e ke pa sa është personi i sjellshëm, i moralshëm, i ndershëm, edhe i ke qumë mësit, që tash duke ju interesu për njëri tjetrin, ti dhe tot, të vjen mendimi se ndoshta është ma hajë me ndërprim, edhe çka i thu, jo. Jo me ecë 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, e masari me fal istihara, me marr, a mos me marr këtë. Kjo është dallaveri, nuk ka istihara. Për këtë shkak ti dallojmë se kur falet dhe pse falet istiharja, dhe kur ban e kur nuk ban istihara. Kësi raste, kur e ke marr një vajzë, apo një vajzë kur e ka marrë një djalë zhakt në përgjatë 3 vjet, mas 3 vjetëve ja bëjmë veç për hajrë, s'ka më istihare këto. Të shpija bashkë. Wallahu a'lam. Pak po kallëzojnë më praktikisht, që të më kuptojnë se çka të po du me thonë. Pyetja tjetër thot, qysh me shëru një i ri vuajtjen që ka për një femë? Hi për mikere dhe bëdajmë Tarzan. Allah ju rujt o të ri. I riu i cili ka nevoj për martes, do të shfaq nevojnë për martes të familjarët e vetë. Nëse ka ndonjë vajzë, apo e reja, se dhe i riu edhe e reja, du të mu martu. E ndonjëri shkon ndërmend, triut mu martu, ndonjëri shkon ndërmend edhe trejes. Nuk është haram që edhe qika ndonjëri me umtek edhe asoj mu martu. Edhe ajo njerë, edhe ajo ban mu martu. Se të na çdo herë mendojmë se djali është ai i cili do të më nisë iniciativë mu martu. Ka herë edhe qika ban me marr iniciativë mu martu. Sepse ajo ka natyrë më shumë marrë, është e vërtetë. Nga natyra vajza është më e turpnueshme, më e mbledh, më e kujdesshme për dallim prej djemve. Por në rast se djalit triut thot i shkon ndërmend mu martu. Mos ta mi ka kallë semaforin. Ja paraqet këtë nevojë familjarë vetë. I thot o bab, më ka arë vakti mu martu. Që mos liga vitet rrugëve njëre masanet lip martes. Po shkon muslimon që i thot babës vetë o bab, ka arë vakti për martes. Këshet ma një dhe një ropë të mirë, nëse ki se ka gjytë sinin dikujt. Nëse ka gjytë sinin dhe një vajzës, i ka duke mirë e ndershme, jo që ka pas këtë dashnores, po thamë për dashnorën e këto. Po flas për ndonjë vajzë
që do të thotë njëri mas njëri që e din se është vajzë e mirë, apo e ka pas në klasë. Apo në martu çikën e klasës ajo. Ato klasës 8 përpara ka ishmi për çikën e klasës. Përpara në vaktin tënë ma flet shemit, klasën e 8 kur bëshim matur ka ishmi për çikën e klasës. Se kina mu da, qatë shumë që e respektojshme. Shtash bëjmë plan me martu çikën e klasës. Ka ndryshu mentalitet. Ama në shkollë të mesme e ki pa një vajzë, so është e ndenshme, moralshme, zjedhshme, edhe çka tu ka duke mirë. Në këtë rast shkoni thu babës, une filanën, jo që kom pas kontakt me atë, po mu ka duk, se është qike shpisë. Edhe ja qënë një mësit, apo baba konsultohet, do të thotë si pas rrethonave, apo të thëmë, prit edhe një vjetë, se alës ta kina bëha zërsobën. Apo? Po ti qka ban kompromis? Si vjetë fejona, në motë martona, me si të bëhet soba. Apo? Kompromis ban. Nuk e len në asë gjonë. As nuk del mu ligavit gjadës, me ngajt mas qikave të jetë, të batë, pa një tamam, s'kina mundësi shtash, ama qka, si vjetë po fejona, mas një vjetëve, po martona, dhe disa na, dhe bëjmë i gajt. Kryesisht dhe thotë, i riu i cili ka nevoj për martes, atë nevoj, duhet me shprej, që mos me ranë haram. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ma'shara shababi, me nistë ta minkumul ba'at falyatazawwaj, o ju të rinj, thotë kush ka mundësi për jush të martohet, le të martohet. Kjo kërkesë është për të rinj, nuk thotë o ju pleq, kush ka nevojë martu në të martohet. O ju tri, i rivi kush është? I rivi o pin 17 vetë deri 22, 3, 4, 5. Mas 25-ve, ai do thotë nis me noksandëke. Nis me qika që letër të gate du një gnu se kështu, kur që ish me agjet? Kur që ish me agjet? Deri 25 e gjonë ma kollaj. I rivi dhe do të pin 17 deri ka 25, do të maksimum zban me vënu ma shumë, përveç se për x nevoja dhe rast e zakonshme, që i kuptojnë të lërem na, i ka të zonë babës vetë, o bam karë vakti, me ndoj se është mirë të filloni me ma gjetë dë një rapë, zakonisht nonët si thutë kjo fjarë, sepse e vladja ma jafët me nonët, që ata me fillu me procedurat e fejesës, interesimit për ndonjë vajzë dhe kështu me radhë. Allahu dhe thotu amëncof që gjithve që jeni pa martut, martojni me vajzat të ndershme, të mire të se do të bonë nesër domaçinkat dhe edukatorët e vladëve t'ju. Allahu na mënsof gjithve një gjatë. Urna. Jam i demoralizuar, kam kry fakultet dhe jam pa punë. Edhe atyre që mësojnë ju tham s'ka dobi me mësu që unë e sosa fakulteti jam pa punë. A kam mëkat për këtë shprehje që ju tham mos të mësoj? Padyshim se për këtë shprehje ka mëkat, dhe unë këtij jap xhevapin, ke kry fakultet që vazhdo magjistraturë, nëse se ke pas me gjashe me peshe fakultetin, po, do të mos u ndal, shko dhe vazhdo magjistraturën, shko dhe vazhdo doktoraturën, sepse do të thotë nuk më varet gjendja aktuale, nuk ban me kon faktori këtë që neve me na thonë, atë bëjmë popull i arsimum apo popull i pa arsimum. Pse na kemi do të thotë elitë të korruptume, që nuk kujdeset për student, për nxënësit, për punësimet e popullit të vet, nuk do me thonë se na kena me mbet analfabet. Jo, përkundrazi, na kena më bom më të shkollum, më të zgjedhshëm, më punëtor, që një ditë prej ditëve që këta të cilët nuk punojnë si duhet, t'i zavendësojmë dhe na të punojnë më mirë se ata. Këto të me konë ambicet e larta dhe të mëdhaja të një të riu. Nuk guxon i riu ambicet e veta të ndërlidh me gjendje faktike dhe reale në vendin e vet. Asnjëherë. Ambicet, inshallah Allah na mundson ta kemi në ligjërat vetëm për ambicet e larta. Edhe va premtoj inshallah kur do që të vi do ta kemi ligjëratën për ambicet e larta dhe të shihni shembuj të muslimanëve se ata më shumë t'i kanë bërë plane më të mëdha në jetën e vet, kur i kanë pas punë më skeqtë, më ngusht. Apo çto muslimanët janë konë. Kur s'kan pas bukë me hangër dhe me pi, pejgamberi sa më ka thonën, frikina me marrën pallatin e Shamit. A? Sikur se më thonën unë kam u bë the president of White House. Çka të pengon mu bë? Nëse e punëtor, student, je aktiv i gjallë, kush ta pengon? Ligjet demokratike ta lejnë një gjë të tillë. A ka shkuar të një ndërmend mu bë president të shtetit? Apo ambicje më mëdha e kemi kry fakultetin me një komunalec me marrë një rrugë. Nëse kështu mendon, ec më shkon në shkollë. Ambicjet duhet mi pas të larta të mëdha e jo mi lidh me rrethona dhe gjendje faktike që janë. Kështu që i themi këtij vllaut të triut se kjo fjalë nuk i ka hije një të riut dhe konsiderohet mëkat që duhet sa më shpejt ban tobe dhe pendim nga ai mëkat.
kur duhet me fal namazin në një vajzë që është në shkollë? Një vajzë e cila është në shkollë varet prej, do të thotë, ndrimit të mësimit. A është ndrimi i parë apo i dytë, para dite apo mas dite? Sa që do të para dite, zakonisht ato mësimin e kryin ka ora 1, prej orës 1 deri në ikindi ka 1 orë tepër hapësirë, vjen të shtëpia dhe më njëherë fal drekën. Nuk ka nevojë me bë, do të skena në shkollë, do të më shkruaj me marr abdese, me shku me një vend mu fale, mos mi pengu askush që kështu me radhë procedura, por çka vjen të shtëpia dhe e fal më njëherë drekën. Kur ndrimi i dytë, që fillon do të pak më vonë, në këtë rast do të është pak më problematik namazi i akşamit. E ikindia zakonisht edhe ikindisa. Atëherë do të këtë rast mundohet në një klasë, në një skajt klasës, thotë që gjejmë në një vend përshtatshëm, e mban një sejdë me vete, nuk zën vend hiç, ku mundet gjithë ato shminka dhe karmina e parfemeve i majt me vete, mundet edhe një sejdë me një çosh, thotë e fal namazin, edhe do të thotë vazhdon mësimin e vet. Nuk është të thonë si tire hoxha, ajo mu që midis klasës, midis mësimit, vetëm profesorët falë ka vakti namazën në defana, është ja. Ka vakt, thire zone, ka vakt deri në akşam, 1 orë tepër, do thotë 2 kështu me rast. Thotë kur të mbaron ora, pauzën që ka 5 minutat pushimin mes orëve, do të shfrytëzon për ta falë namazin e saj, e falë me një skaj dhe vazhdon jetën, sikurse gjithë tjerët. Kryesora tham në për shkollat, do thotë ku mësojnë shqiptarët, askush momentalisht nuk e pengon namazin. Vetëm a don mu fal, bile namazliu respektohet më shumë. Ta dini këtë, bile namazliu respektohet më shumë nga profesorët. Askush, vetëm ata që s'dojnë mu fal, argumenton dhe thonë s'm le valla profesor. Elhamdulillah, do thotë është bo një edukat, një bindje te profesorët e tonë, që duhet mi falëndëruna dhe i respektu për këtë veprim, që studentëve, nxënësve nuk u ndalojnë namaz. Bile respektojnë më shumë ata që falen dhe i bëjnë sejdë Allahut Azza wa Jalla. Që ato na përkatuna ato. Për shembull, soset një saati ora e mësimit. Edhe e kanë autobusin për me shkon katun, janë më larg, e kinia. Mos anë çish e fali, se kanë kush menon se mos ta fali atësir me fal kaza. Jo, ajo në këtë rast, ato në këtë rast e falin namazin e drekës në shkollë. E falin në fund klasës. Po, që në qofë se dalim klasës me herë. E qataj, në mos dale, nëse del në ora 1, të të ajo në ta falet drekën, po në dale. 4 reqate janë, për 4 reqate si duhen ma shumë se 3 minuta e gjysë 4. Ani namaz jonë me kulluvallah, pëtën s'duhen as 4 minuta. Të shumë shpejt është. Falvesh, farz dhe hejtë vazhdon. Dhe të kryesorja e falë namazin ati, po del, kur e din se, autobusi, udhtimi, se në din se ajo, kur ka me mri, më mas i kindije, këtë rast e falë drekën në shkollë. E falë drekën në shkollë. Allah Allah. Pyetja tjetër është, çfarë shpërblimi ka njeriu i cili lexon surën Sejdë para fjetjes? Nuk e di. Si duhet të sillen muslimanët kundër çifutëve dhe krishterëve? Sjellja e muslimanëve kundër çifutëve dhe krishterëve është do të sjellje universale, që është do të sjellje me drejtësi, me moral, duke mos u asha dhe ofendu fen, pa ma parasysh se ti çfarë mendimi dhe qëndrimi ke, se ai ka fen tamam apo se ka tamam, nuk ke drejt me ofendu dhe fy. Pa nënçmime, dush më sjell mirë me ata, me sjellje të mirë, me drejtësi nuk ke drejt, do të thotë me i bë pa drejtësi atje edhe kur është pyetën një musliman, nëse e din se drejtësia është nga ana e krishterët apo jehudis, dush më thonë atë muslimani ki e ka drejt e ti e ki dallash, ki e ka tamam e ti e ki gabim. Nga ana tjetër nuk guxon me marr mallin, nuk guxon me në përkom derin, por se do të thotë me te dush më sjell me drejtësi, me moral, me nder dhe me respekt, që do të thotë respekti të jetë edhe i ndërsjellët. Duke u mundu që me asharu fejnë tënde dhe dinin tënd pa e nënçmuat. Pa e nënçmuat. Nuk ban të me thonë në musliman një mirë, e ju krejt tjerë do në jeni të këqi. Nuk është kjo davet. Por ti thunë jam musliman, fja jemi thot adhurimin e Allah, vetëm të Allah, pasimin e pejgamberit asëm, besimi së është vure e pejgamberit dhe kështu me radhë deri në fund. Kjo është sjellja e përgjithshme që duhet ta ketë një musliman me një jo musliman.
me një jo musliman, në veçati me një krishter dhe jahudi. Sa recat lejohet të falet namazin natës dhe si falet? Namazi i natës do thotë falet 20 recate, siç thot Aisha radhiyallahu anha, thot se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam namaz natë i fal ke 10 recate, edhe në fund e përmbyt ke namazin me një vitër, me një recat vitër. Kjo është namazi i natës, apo do thotë i fal 8 recate nafile dhe 3 e ban një vitrin. Kryesore namazi i natës kryesisht duhet të jetë 11 recate. Wallahu a'lam. A mund ta detyroj prindi vajzën që të martohet nëse i vjen koha për të martuar? Nëse prindi e sheh të arsyeshme për ta martuar bijen e vet, do duhet bisedon për asaj dhe parimisht duhet të merr leje prej asaj. Por na jetojmë me një zaman që bija me zorë shti babën me shku me abu për herë ati gjallit në tonë. Vdi qaj vakna, heq më zbani kësi pyte. Heq më zbani kësi pyte. Vetëm këshim në Facebook atë qikave të reja, se cëlla e ka një, apo shumica, që më stamë se cëlla, ndështë pa drejtësi. Një pjesë e madhe, e tynve, e ka një boyfriend, edhe nuk ndodh më, dhe thotë që me ndodh kësi gabime që me dhunë, me imponim, me që vajzë me martu dikon, ato janë do të thotë e kalume i shqiptarisë, që ato do të të veprime ma, elhamdulillah nuk janë duke ndodhë. Wallahu a'lam. Edhe pyetja fundit që thotë sa mëkati i madh është masturbimi, nëse gjatë masturbimit mendojmë një individ, a është mëkati i njëjtë si me bazina me atë person? Masturbimi konsiderohet nga mëkatet e mëdha, dhe as pak do thotë nuk i përngjet zinas, pa më parasysh se ai çfarë imagjinon dhe çfarë mendon gjatë masturbimit të tij, por se themi masturbimi është mëkat i madh, siç thot Allahu azza wa jalla, "Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun", thotë dhe kush mundohet mu knaq me arrit satisfakcion, do thotë përveç se me martesë legale, thotë ata janë mëkatar. Ata janë ata të cilët i kanë te i kalu kufit e fesë. Pra i cili masturbon te i kalon kufit e fesë dhe ka bon haram. Dhe nga ky haram duhet të pendohet, por do thotë nuk ka mëkatin e zinas nëse ai gjatë masturbimit imagjinon do thotë do një person të caktuar, por se do thotë e ka vetëm mëkatin e masturbimit. Allahu i ruajt muslimanët nga kjo vepër e shëmtuar. Tash përfundojmë këto pyetje nëse ka dikush Po, no, që nësë njeri në kohë një abdet, edhe i hiki namazën jo, po të mos e qohë shahëmën. Asgjë. Atë namazën që i kanë i? I vazhdon jetën që të ku i qelën sitë. Po, i obligohet namazi i parë që i ka si të qelë. Wallahu a'lam. Hoxha, jam me një shkollë ku pushim, dhe me thënë, mbaron pushimin 4-5 muaj, kurse në 4:20 është namazi i akşamit. Po. Edhe tash unë tash me fal akşamin, dhe me thënë 4-5 muaj, a kam ndonjë gabim? Nuk mundesh me fal 4-15 të akşamit, shoku se nëse 4-15 bie zilja, e ti të uqu, të prit me dal, e të marë të ndrejt që ati shkojnë 3-4 minuta, kur të shofsh apet ka një vakt të akşamit, kështu që prap në vaktje të e falë. Ti nuk mund është 4-15 cërë zila ti cërë para tavolinës mu lidhë mu falë. Së ti banki unë që ti e. A e cërë zila 4-15 ti qosh ka dale, e ati pret me dale ata këta, apo? Unë alo jam student, mësara, edhe valo unë që në banki, di do rejne. Edhe kada të shku atje për mas, të ndrejsh se gjadën, e të këshirë, mësë të këshirë në e femën, vjen vakti namaz. Hoqë, se ki sos në Medine, të studiu diçka tjetër shkollën Medine? Si e kum sos në Medine, kam baru specializimin e metodikës së mësim besimit fetar në Universitetin e UT-s. Aktualisht jam të magjistru në orientalistik, si pjesë e fakultetit filozofik në UT, apet në UT. E Allah i në dha shtimë më në shëndet e doktora do bomi, pse ja. Kam baru semestrin e partë magistraturës,
edhe dytët i kanë mbaru ligjeratat, kanë mbet edhe provimet. Inshallah në janar, bëjnë do, mos ngellna dikon. Pasi që e keni kry në Medinë shkollimin, na tregoni, a është lehtë me shkolla atje, domethënë, a është lehtë apo ç'ish është shkollimi? Shkollimi në Medinë është i lehtë. Është shumë i lehtë shkaku i ambientit dhe kushteve që i ka do të thotë në dispozicion një student. Edhe pse materiali është shumë i gjatë, është shumë i madh, por do të thotë është asgjë në krahasim me kushtet që i ka. Atje ka do të thotë ambient të një studenti, ku të thotë gjithë janë me libra në dorë, gjithë mësojnë. Ai që mëson atje është i shëmtum, do të thotë e ndin veten keq, me automatizëm, ose dikush të ka thonë, ti vetë e sheh se ket janë kështu ti kimet kështu. Kit janë me libra në dorë ti kimet do të thotë me durt e zbrasta. Do të thotë gjitha këto kushte dhe rrethona e bëjnë do të thotë studimin shumë të lehtë në Medinë. Do të ka ambient imanor, ka ambient do të thotë të mësimit, të shkencës, ku do thotë edhe gjitha kushtet i kanë dispozicion për me mësu. E ke dhomën e mirë, i ke kushtet e mira, klimatizimin e mirë, thotë ke hoxhallar, profesor, thotë akademik të cilët janë të niveleve të rangeve botërore, që këtu së një vinë do akademik të ashtu quajtur, që na i shohmi dhe na duke shumë të mençëm, që masdar që i krejnë zhak se janë të pimë të i shumë të shpia, do thotë akademik në thojza, po thamë ne, janë persona, profesor, të cilët do thotë janë të gatshëm me ndejt me student, mi pranu student, mësimet e paqarta më sqaru, derisa janë të gatshëm edhe shpimet marrë me çu me kerën e vet, me pru me kerën e vet i vetëm me pas qartë mësimin që ai ta ka sqaru. Edhe kushtet materiale mos folmi, domethënë fal emocional. So kështu që tana të mirat e Zotit për një student janë në dispozicion ata. Neve na mbetet si hoxhallar që kemi mësu në atë vend, do thotë mi falëndëru gjithë ata që janë bërë shkaktar që s'pare na me shku atje, dhe gjithë ata që janë bërë shkaktar që na do të thonë mi pas ato kushte, do thotë qofshin në fakultet, universitet, qofshin do thotë edhe jashtë universitetit. Allah është përblef gjithë me të mirat e tij të panumërta. Ka në këshmite edhe vazhdo. Po thujnë i vetrin, jo gjoa ka në i nuse. Shka? Edhe këtë pyetje ju vend marrë me bo. Këtë kur dalë mi jashtë, si zo këshire dhe të vetë kështë, ja kështu në kamera, këtë bura, kur kështë da. Mas kamera, ma zo këshire, a ka të shka, jo në... Dhe të regim ato i Medinës në i sen, kërë i konë studentës. Interesant i shka. Olle, shumë ka, sa që nuk mu kujto. Po shkëta konë shkaktar për dërgimin e juaj në Medinë? Ndaj, një për xhallave po vetë. Shkaktar që me shku në Medinë është Hoxha Fatmir Zaimi, bashkë me Hoxhën Bekir Alini. Thotë, i cili Hoxhë Fatmir Zaimi, thotë që është në atë kohë mi ka hecë dokumentat, që sot e sot gjithë vo hecë dokumentat, Allah ja bovë xhennet. E më ka marrë prej Maqedonie, më ka qu deri në Bullgari, me më taku me profesor për me bo provim. Sa atërë të thotë komisioni për pranim patar në Bullgari dhe ati i prit ke student. Do shtë Allah zëgjët që edhe personi që patar për provim, gati se të shkum e Hoxha Fatmini, njerë mas njerë s'di qysh, nësot e sot së ne kom kuptu qysh, e kemi zonë të dalë prej bashkësisë islame në Sofi shkonën, të dalë, por ai e kish njoftë Hoxhën Fatmirin, e kish pas student vetin, profesori Fatmirit i shkon, e bindi me hi edhe njerë mrejna, e qeli apet kuferat, e dokumentet e sena, na boni provimin pranus, e do shtë Allah zërë mas një vitit, më pranun në Medinë. Kjo është të shkurtimisht a faktor që më mbind me shku në Medinë janë disa, ka edhe hoxhallar tjerë, vllazni xhamatli tjerë, që
ndoshta na kanë këshilluar, na kanë thonë ndonjë fjalë të mirë, që do të thotë me shku mi vazhdu studimet atje. Por ai cili më ka kapur për dorë, më ka çuar atë këtu e kështu me radh, është Hoxha Fatmir Zaimi. Allah xhenet jam po. Ai ka se vapon që më ders këtu, ku më ditë kohë është Fatmiri diku në Garën me pajtu dika. Se vapot i shkojnë, sikur më ders edhe. Kjo është e mira e të mirës. Se ti flet dikon, ama e ke mësuar dika me voni të mirë, edhe çka do të vinë konto shpërblimet se vap. Hiç pa vetë din ta. Është ditën e kiametit, kur ta bësh open atë konton tonë, kur ta shohësh plot punë të mira që ti si din. A me e bo sebe para. E mundohu të bësh shkaktar për punë të mira. Mundohu vazhdimisht me fol mirë. Me mësu njerëzit mirë me fol mirë, me bo mirë, me mendu mirë. E kita ata që kanë me bo mirë, që kanë me fol mirë, që kanë me mendu mirë, pse ti i ki mësu, shpërblimet e atinve ti kimi ma. Allah na mundsoft që ti jemi nga bë. Cila është e kundët e kësaj hoxh? E keqe. Po, ai çka mëson me bën mirë, i shkojnë shpërblimet edhe atij çka për momentin atë që për shumë. Ai çka pengon me bën punë të mirë apo ai çka bën shumë e ko shpërblimin bumerang është. Ama i shkojnë më katër. I shkojnë më katër. I shkojnë. Me automatizëm e kundërta është. Me automatizëm është e kundërta. Allahu a'lam. Allah i shpërblet nëse mos lodhni më Amin. shumë. Allah na shpërblet. Sloma, për juve po mas. Molla Nesimi ju boni selam shumë. Pak para se me inë këtu folëm telefon. E tha shumë selam. Një gjematit të pasë që boni selam juve, shumë dhe s'pak. Allah shpërblet. Aleikum selam. Vazni desh të më thonë çdo thënë që kena ligjërata këtu. 8 sati. Do thonë çdo që do të ketë surprizë kanë një husht 3. Të ndronë xhallahu jo. Jeni të mirë se ardhur. Do thonë çdo kush mund të më marr kanë shok. Sarani edhe çdo të përkurë, mirësa bek mos jacis ka ders hoxha marrëmi tefsir. Po ju çes çaj mos anë. Zoni është e përcjellë. Çaj bajnë arti salta, e dhe. Nëse hoxha është elitat, klubi elitat të këtë një gjero, nësë namazit jatësisë, ai që ka të dëshim me shumë e mbuë. Të qendra kishës të jashtë më bërë. Po, ka shi kishës. Ka shi kishës po Te Kalabria, te nga të Kalabria. Po, po. Tu kanë dalë te Kalabria, më pak më poshtë te Kalabria. Ti shpia ministr. Po, te shtëpia e Bekim Nezirit. Shpia taksisit të ministrë, taksistë të kanë përparë. Halkis vetën çka e kon, çka e di. Se di o do. Halkit kështu kështu ta. Halkit. Halkit në rabi. Me mollë. Ajo resi në bëmë që se diri në ders. Ki vetë du të ma, jo me thirti. Ja se kena ndru pak ato kohë, ku i jetë sukimi. Sunë si në Facebook o vla. Mos jam me rrjetet sociale. Unë vla telefonin, ti të ku të mund gjallë. Ti duhet, jam me poshtë, jam me gollup me atë qule. Edhe visen e kini se 9 sat i shpi jam, unë punë të zhavës, 9 sat i shpi, mund me më gjejt atje, me marrë më kalza, shka du, shka zdu. Sa në dilën së në më gjejnë. Që fotoguma t'i gjanë të gjyris. Po, sa problem, gjyro Bulgarin vë kalzoj atje tak i shkojnë, jene vajtë të shpaja. Pa të dhe vevi, se kini gale. Pa të kanon. Jo, të shkojnë abim vëmare. Baj gjisi i vonë, në të lejtë. Ja, o parlemati pa vjazd e mashallah këtë ri.
Nesër te elita do thot kam ligjërat, Po bërëm hajde kemi. masjacie. Nuk janë masjacie është. Klubi elita. Hajde, bismillah. Menaj.